Uroj që kjo javë të ketë kaluar mirë për ju. Unë po krijoj një lexim spiritual intuitiv që të përcaktohet dashuria çfarë fazë është dhe si do jetë dhe çfarë do vendoset. Ky lexim i referohet çdo personi që e shikon dhe mund të marrë mesazhe kamufluese tek vetvetja dhe të ketë sugjërime të mëtejshme. E fillojmë leximin. Letra e parë më tregon që ju keni ndryshime. Ndryshimet janë të menjëhershme, por janë pak si të frikshme, sepse mendoni që universi nuk i ka përcaktuar akoma çfarë ndryshimi do jetë tek ju, tek vetvetja dhe tek drita juaj shpirtërore. Shikoj që shumë shpejt, brenda 3 ditëve, keni një mesazh të fuqishëm nga universi. Ky mesazh vjen tek ju pa pritmas dhe do jetë si mesazh i të gëzuar tek ju. Sa përket identitetit femër, ju jeni me këmbë në tokë dhe po projektoni se çfarë do jetë tek ju. Shikoj që po përfshini gjithçka si çdo shenjë zodiaku, po mendoni se çfarë do rrotulloni në vetvete dhe vendosni që si të krijoni dashurinë tuaj. Ju shikoj që jeni e mërzitur, tek ju ka pas një diçka e hidhur ose një kaluar të hidhur në lidhje me dashurinë. Ka ngelur si pasojë tek ju dhe ju keni konfirmuar një mesazh për personin e larguar që ju akoma keni në mendje dhe tek ju ka ngelur si karme idhët kjo pjesë, sikur mendoni t'ia ktheni karmën personit. Keni një shpirt brillant brenda vetes dhe po projektoni se çfarë do arrini, çfarë do mbani në duar. Po gjithsesi unë shikoj që ju mendoni të bëni udhëtime të largëta me plane të reja ndaj vetvetes. Këto 3 letrat përfaqësojnë kohën e tanishme, kohën aktuale, çfarë ndodh tek ju në lidhje dhe në romancë dhe në vendim. Tek ju shikoj që po vendoset lidhja, po ka pak si nuhatje jo të mira, ka jo vendosmëri, po si e zorshme do jetë lidhja. Projektohen 2 plane, projektohen 2 lidhje, projektohen, domethënë 2 kupa të arta, plot me energji dhe me fjalë. Duhet keni pak vëmendje sepse personi mashkull nuk do që të jetë i fortë tek ju, të arrijë të kapet dorë për dorë, të vendosi fjalët e tij, të vendosi dashurinë sepse ka të gdhendur diçka në zemër, ka një dashuri të humbur dhe gjithmonë kjo dashuri që ka pasur, lidhja që ka pasur dikur përpara jush, domethënë ka një tërheqje nga personi. Ose më saktë personi bën manifestime dhe tërheq me manifestimin e saj. Domethënë ndikon tek truri i tij, ndikon ke zemra e tij, sepse ajo i fut një formë drite, njëkohësisht kur e vendos dritën tek personi, ai nuk është i vetëdijshëm çfarë ka përpara dhe sa ndjen për ju. Ndjen, po për atë që ndjen nuk është i sigurt. Tek ju është tek pjesa identitetit femër. Ju në këtë kohë po them se arrini që merrni një mesazh shumë të fortë, arrini që merrni një vendim. Vendimi është si tek shpirti juaj, po keni ndihmë nga një person i tretë. Ju sugjeroj një vendim dhe sugjerimi i vendimit ndikon shumë tek ju dhe shpresa që ju mbani shpresë sepse keni një mesazh të fortë që gjithmonë është qëllimi juaj ky mesazh dhe njëkohësisht keni akoma mendimet e paqarta, e tregoni vetëm me 2 fytyra të egon shumë të ndërngrysur. Fytyrat janë domethënë pozitive, po një e ngrysur dhe një pozitive dhe keni pak stres në vetvete, po nuk keni sigur dashurinë, sepse personi që ju doni është në largësi, është në udhëtim dhe akoma nuk ka dhënë atë konfirmimin në zemrën tuaj. Dikur keni qenë mirë, keni qenë bashkë në shumë vendime, në shumë plane, edhe dashuria tash është e shkëputur, sado që mbahet me fjalë të mira, mbahet pak në ekuilibër, në balancë, po ju fare thjesht e ndjeni në shpirtin tuaj që ka diçka që nuk shkon. Pavarësisht se mesazhet e ai personi nuk dërgon mesazhe, ju mban pak si në karikim, po thjesht në zemrën tuaj dhe në intuitën tuaj ju mendoni se personi është larguar pak disi dhe mendon person tjetër, është në largësi personi. Si do jetë vazhdimi tek ju?
vazhdimit e kjo. Ju po hapni një faqe të re libri, po hapni një temë të re tek vetvetja. Domethënë prisni mesazhe si nga qielli, si nga universi, ndikon në shumë pjesë. Ju do rrezikoni çdo gjë për të arritur atë që kërkoni. E shikoj që varni nga një fije peri, varni nga një si tubi holl, domethënë ai tub është si tub argjendi, tek ju firmosni poshtë këmbëve tuaja një mesazh, po e firmosni në mendje dhe bëni gjithçka që mesazhi tek ju të arrijë tek personi, jeni e përçartë nga mendimet, po gjithsesi llampat, domethënë llampat e mesazheve dhe llampat e shpirtit janë të fikura. Do bëni çmos që të arrihet kjo ndezja e këtyre llampave dhe njëkohësisht keni dy mesazhe të forta. Keni dy mesazhe të forta, ju e prisni mesazhin, po njëkohësisht e keni transmetuar këtë lloj mesazhi me anë të një telefonate dhe e prisni përgjigje nga ky person. Keni shkruar një detar shumë të madh për vetveten. Keni shumë ankesa për vetveten sepse dashuria tek ju ka qenë me pjesë kohe, më tepër shikoj dhimbje, më tepër shikoj pak lodhje dhe e çoni veten domethënë fatkeqe ose fatkeqe. Pse më ndodh kjo mua? Po gjithsesi unë shikoj që ka një ndryshim, por rrotullohet ndryshimi drejt jush. Tash e shikoj që ka drejtë tek ju. Ju plotësoni 7 qëllimet kryesore. Universi si ju përcakton ditët e bukura në vazhdimsi. Ju mund vetëm të dëgjoni fjalët ose të prisni të jeni i qetë ose të jeni i qetë si për identitetin mashkull dhe ose identitetin femër. Letra është domethënë e të dy anëve, e të dy palëve. Keni domethënë qëllime të forta dhe keni një rreth e juve ju ndriçon si në mendje, në mendim dhe si në ekuilibër dhe si në pjesën e intuitivës që ju keni përpara vetvetes. E shikoj që në këtë kohë nuk vendosen dot kollaj, po do vi një dritë e papritur tek ju, si nga kjo përcaktohet si në javë në vazhdimsi dhe do jeni shumë të gëzuar, po gjithsesi ju do mendoni që si do arrijë qëllimin dhe si do vendosi. Keni hapësira, shikoj ndryshimet dhe shikoj hapësirat tek ju. Keni dhe vëmendjen, më tepër unë shikoj pozitive, do gëzoheni pa mas, do e keni domethënë pak rrugëtimin të hapur, pavarësisht se kjo ka diçka që ju nuk keni firmosur, një dokument ose një lidhje ose një kontratë, se shikoj udhëtime ose transformime nga një vend në vend tjetër. Kjo ka dritë tek ju, drita do ndryçoj, po ka dhe tërheqje. Shikoj që dhe tërhiqeni sepse nuk jeni gati, disa persona nuk janë gati ta përjetojnë ose ta arrijnë këtë lloj qëllimi të bukur. Shikoj që shumë femra që janë në lidhje ose femra që kanë kaluar një ndarje, shikoj që ju po mendoni si të arrini qëllimin tuaj. Janë dy opsione për ju, sa përket femra që janë në ndarje. Femra që janë në ndarje, unë shikoj që ju kërkoni një manifestim në shpirt dhe kërkoni ta tërhiqni personin dhe në qoftë se ju e krijoni manifestimin me anë dritës së shpirtit ose krijoni një tërheqje shpirtërore, ju arrini personin. Keni një epicentër, një vedije në pjesën e trurit dhe në pjesën e ballit, po gjithsesi sa përket personave që janë në lidhje, në këto kohë po hetoni çfarë do vendosi, sepse vendosja e personit mashkull nuk është e denjë ose nuk është e vendosur në këto kohë, është e lëkundur dhe ka vetëm fjalë të mira, po jo vendosje. Kjo pjesë juve u dyshoni për vetvete, sepse është faza më e mirë e këtij muaji që të vendosni lidhjen tuaj dhe të formoni një lidhje të fortë ose të bëni plan që të ndryshoni në çdo lloj pjese. Qëllimi, se si do vendosi qëllimi, se çfarë do bëj personi drejt jush. Unë shikoj që keni ndryshime, keni domethënë 3 ngjyra dominuese tek vetvetja. E shikoj që jeni të shpërqendruar, jeni në epicentër, po jeni duke përzgjedhur, duke pritur mesazhin. Akoma nuk është i gatshëm personi mashkull të ju jap mesazhin në dorë, po ju keni 3 ngjyra dominuese tek jeta. Keni shpresën, keni ngjyrën e zjarrit dhe ngjyrën e gjakut që do ju ndihmoj dhe keni pak mbrojtje dhe vendosmërinë. Këto kohë do konfirmoni diçka që është pezull tek ju. Ky është shikimi.